Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta me sot buke që ju heqë 10 vjet nga fytyra, ja çfarë ju duhet. Kosti për fytyrën është një pjesë shumë e rëndësishme e ritualit të mirëmbajtjes për çdo femër, por jo më pak të përkushtuar duhen të dihen meshkujt. Edhe pse në video tona ne ju rikujtojmë her pas here rëndësinë e kurimit të lëkurës, që duhet të nisni që me ushqyerjen e shëndetshme, përdorimin e kremrave të duhur që i përshtaten pH-it të lëkurës, kremi kundra diellit e të tjerë. Mënyra më e mirë për të përgatitur lëkurën para sezonit të verës është duke përdorur maska 100% natyrale. Maska me kanellë, sodë buke, mjalt dhe limon për të eliminuar qelizat e vdekura të lëkurës. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë çaj sodë buke, 1 lugë çaj kanellë, 1 gjysmë limoni i shtrydhur dhe 5 lugë çaj me mjalt. Përzjeni të gjithë përbërësit së bashku derisa të formohet një masë homogjene. Vendoseni mbi fytyrë dhe lëreni atë që të veprojë për 15 minuta dhe më pas shpëlajini me ujë të ftohtë. Kanella ka në përmbajtjen e saj përbërës me veti antiinflamatore të cilët parandalojnë shfaqjen e njollave në lëkurë dhe gjithashtu ndihmojnë edhe në reduktimin e akneve dhe poreve të bllokuara. Ndërkaq mjalti ka efekt antioksidues i cili i jep një butësi fytyrës. Maskë me sodë buke dhe qumësht. Kjo maskë është një ndër maskat më të shpeshta të verës pasi ka efekt hidratues dhe shërben për të qetësuar lëkurën pas ekspozimit të parë në diell. Në një enë ju duhet që të shtoni 2 lugë çaj me sodë buke dhe 2 lugë gjelle me qumësht. Përzjeni të dy përbërësit derisa të formohet një maskë. Më pas, me ndihmën e një sfungjeri të butë, përhapeni në lëkurën e fytyrës, e cila duhet të jetë paraprakisht e njomur. Lëreni atë mbi fytyrë për 30 minuta dhe shpëlajini me ujë të bollshëm. Kjo maskë i rikthen elasticitetin e munguar lëkurës falë sasisë së lartë të mineraleve dhe vitaminave që përmban qumshti, të cilat po ashtu ndihmojnë edhe në shtimin e prodhimit të kolagjenit. Këtu ju do të shikoni se si mjalti dhe soda e bukës së bashku janë një ndihmë e vlefshme për lëkurën tuaj. Kur është fjala për bukurinë, ëndra e secilit është gjetja e produkteve natyrore të thjeshta për t'u vënë pikërisht në praktikë dhe ndoshta edhe ekonomike. Sot, për të përmbushur këto nevoja, ne do të flasim për kombinimin e 2 ushqimeve natyrore dhe të shëndetshme që pothuajse i kanë të gjithë në shtëpi, mjalt dhe sodë buke. Së bashku këto 2 përbërës bukurie janë në gjendje t'i japin lëkurës një pamje më të shëndetshme. Receta bukurie kundër rrudhave me mjalt, sodë buke dhe limon. Për përgatitjen e kësaj maske nevojiten 2 lugë sodë buke, 1 lugë çaj mjalt organik, lënguj 1 limoni organik dhe 1 lugë gjelle ujë. Përzjeni të gjithë përbërësit derisa ju të përfitoni një lloj kremi që do ta aplikoni në fytyrë me përjashtim në zonën e syve. Maska në fjalë duhet të mbahet për rreth 15 minuta dhe më pas të lahet me ujë të ngrohtë. Aplikimi i saj një herë në javë do ta ndihmojë lëkurën tuaj të pastrohet dhe të duket më e ndritshme, duke vonuar kështu shfaqjen e rrudhave. Maska me skrab me sodë buke dhe mjalt. Për përgatitjen e tij ju duhet 1 lugë gjelle sodë buke, 1 lugë gjelle mjalt organik dhe ujë i rrjedhshëm. Dhe mjafton kjo që t'i përzini të dyja. Në këtë mënyrë ju do të përfitoni një masë e cila
duhet vendosur mbi fytyrë dhe më pas prania e sodës në fakt do të krijojë një lloj pastrimi dhe do të ndihmojë lëkurën tuaj që ajo të heqë qafe pa pastërtitë. Pasi ju ta pastroni mirë fytyrën tuaj, duhet që të shpëlani dhe të aplikoni një krem neutral 2 ose 3 herë në javë. Ky pastrim do të ndihmojë në mbajtjen e lëkurës tuaj sa më të pastër dhe duke mbajtur larg kështu pikat e zeza dhe problemet të cilat të lidhen me akumulimin e papastërtive. Maska anti-njoll me sodë buke, uthull dhe mjalt. Për këtë maskë juve do t'ju duhet një lugë çaj me sodë buke, gjysmë gote ujë me një lugë gjelle uthull molle, një lugë gjelle mjalt organik dhe lëngu i një gjysmë limoni. Përzieni të gjithë përbërësit dhe masën e përfituar. Aplikoni në fytyrë të pastër, duke lënë që ajo të veprojë për plot 15 minuta. Shpëlajini me ujë në temperaturën e ambientit dhe përgatitja e kësaj gjëje një herë në javë do të arrijë që të zbe njollat e lëkurës. Soda e bukës është një përbërës tërësisht natyral i cili ka përdorime nga më të ndryshmet dhe mund të përdoret për pastrimin, për trajtimin e lëkurës, por edhe të problemeve shëndetësore. Ajo është e përdorur zakonisht edhe për rritjen e brumit, por edhe për te i kuzhinës. Ja se si ju të përdorni lëkurën tuaj sodën e bukës për të dukur 10 vite më të rinj. Kundër puçrave. Soda e bukës është gjithashtu një ilaç efektiv kundër puçrave të fytyrës dhe pikave të zeza. Vetëm përgatisni një pastë me pak ujë dhe kështu përdoreni direkt atë në puçrat e fytyrës dhe do të shpëtoni me njëherë prej tyre. Zbardhja e dhëmbëve. Soda e bukës kur kombinohet me peroksid hidrogjeni mundet që të zbardhë dhëmbët tuaj edhe pse kjo nuk përdoret shumë shpesh. Një herë në javë është mëse e mjaftueshme. Aromatizon gojën. Nëse ju vuani nga era e keqe e gojës, vendosni një lugë çaj sodë buke në një gotë me ujë dhe përzieni derisa të shkrijë. Atëherë më pas bëni gargar dhe kështu do të eliminoni të gjitha bakteret të cilat ndodhen pikërisht në gojën tuaj. Përsëriteni këtë proces për rezultate më të mira. Në shampo. Në qoftë se ju e shtoni në shampo, kjo do t'i bëj flokët tuaj dhe skalpin e kokës të shëndetshëm dhe tërësisht të pastër. Vetëm ju duhet të siguroheni që ta përdorni atë vetëm një herë në muaj. Për thonjt, përzieni 3 pjesë me sodë buke me 1 pjesë ujë, duke përgatitur kështu një pastë e cila mund të aplikohet në thonjt tuaj. Shpëlajini më pas. Kundër djersitjes, soda e bukës mundet që të përdoret për të bërë një deodorant natyral. Ju duhet që të shtoni disa pika vaj esencial në 4 lugë sodë buke dhe aplikojeni nën zgjetullat tuaja për të vrarë bakteret që shkaktojnë aromat e këqija. Ky deodorant natyral do t'ju mbajë të freskët për orë të tëra. Maskë pastruese. Përfshirja e sodës të bukës në rutinën tuaj të fytyrës çdo ditë do ta mbajë lëkurën tuaj të pastër dhe të shëndetshme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.